Në një artikull të publikuar në të përditshmen irlandeze, thuhet se Maldivet janë një destinacion ëndrash për shumë turistë. Plazhet e pastra me rërë të bardhë dhe urat e kristalta tërheqin vizitorët nga gjithë bota. Megjithatë, udhëtimi atje përfshin fluturime të gjata dhe kosto të mëdha. Një javë qëndrim në një nga vilat e saj të famshme, mbi ujë gjatë pikut të sezonit mund të kushtojë 2300 euro për 2 persona, pa marrë në konsiderat koston e fluturimeve. Për fat të mirë, ekziston një alternativë shumë më afër Irlandës Shqipëria, e cila sipas ekspertëve të udhëtimeve është ngjashme me Maldivet. Shqipëria, një perlë e fshehur, është ende e përballueshme dhe pa turma vizitorësh krahasuar me destinacione të tjera të njohura. Me plazhet e saj marrëmendse dhe urat bruz Riviera shqiptare ofron një arratisje spektakolare buzdetit, dhe megjithëse populariteti i saj po rritet, ajo mbetet një destinacion evropian i përballueshëm. Qëndrimet luksoze buzdetit mund të gjenden për vetëm 23 euro nata, ndërsa ushqimi është i përballueshëm me vakte të plota dhe pije që shpesh kushtojnë rreth 18 euro. Shqipëria është bërë një sensacion viral në mediat sociale, me video që tregon me ngjashmërinë e saj të habitshme me Maldivet. Çmimet e udhëtimeve vajtje-ardhje mund të fillojnë nga afërsisht 142 euro, po zgjatja e fluturimit ndryshon, por zakonisht varion nga 5 orë 20 minuta deri në mbi 8 orë, në varësi të ndalesave. Gjithashtu, turistët mund të fluturojnë për në Korfuz, Greqi, dhe të marrin një tragjet në Bregdetin në Shqipëri për rreth 18 euro në secilin drejtim. Kjo alternativë u lejon turistëve të vizitojnë në të dy destinacionet pa ndikuar në buxhetin e tyre. Me çmimin e saj të përballueshëm të pakrahasueshëm, peizazhet spektakolare dhe popularitetit në rritje, Shqipëria është një nga vendet më të mira për pushime verore për turistët irlandezë në vitin 2025.